Ndërkohë që krerët e Vlenit kanë mos pajtime dhe mungesë harmonizimi, te deputetët e këtij koalicioni nuk vërehet një gjë e tillë. Nga ata që ishin të pranishëm në kuvent, vërehej një atmosferë mjaft pozitive. Me të arritur në seancë, deputetët uronin njëri tjetrin për festën e Bajramit. Ndërkohë, pas përfundimit të seancës, deputetët e Vlenit shkuan në koordinim për të shqyrtuar mundësitë dhe opsionet e pjesëmarrjes së tyre në zgjedhjet e ardhshme lokale. Të pyetur nga Elsat se çfarë drafti do të diskutojnë apo miratojnë, na thanë se për çdo dakordsi do të informojnë në kohë. Koalicioni në Vlen e përbëjnë 14 deputet, 5 nga Alianca për Shqiptarët, 3 nga Lëvizja Demokratike, 3 nga Alternativa, 2 nga Lëvizja Besa dhe Bekim Qoku si i pavarur.